Mirëmbrëma të gjithëve. Kjo është dita që Zoti e ka krijuar dhe ne do bekohemi dhe do gëzohemi sot në takimin e Zotit. Sot dua të flas ajo që Zoti ka trazuar në zemrën time, që në mëngjes ishte mëso gjuhën e Zotit. Mëso të flasësh siç Zoti do. Mëso të flasësh paqe në emrin e Jezusit, edhe le ta fillojmë me këtë. Le të shtrim duar dhe le të shpallim paqe mbi Alidem. Ka pasur një incident sot në mëngjes. Ne nuk merremi me politikë, por le të lutemi që çdo frym sherri, konflikti të ulet poshtë emrit të Jezusit. Edhe kur dëgjuam që kishte një konflikt në Alidem mes dy grupeve çunash, i thash ai dhe ne duhet lutemi më shumë për Alidemin. Por duhet ta fillojmë shpallim paqe bashkë me mua. 1, 2, 3. Shpallim paqe në emër të Jezusit mbi Alidem. Çdo frym konflikti, çdo frym vrasje e qortojmë në emër të Jezusit të largohet. Haleluja. Zot, faleminderit për Alidemin. Është një lagje e bekuar. Shpallim në Alidemi është një lagje e bekuar. Haleluja. Faleminderit. Fjalët e Urta kapitulli 15 vargu 4, fjala e Zotit thotë: një gjuhë e shëndosh është si një tru i jetës, por gjuha e çoroditur e sfilit ose mundon shpirtin. Fjalët që ne flasim kanë fuqi. Ato formojnë botën tonë të brendshme dhe ndikojnë në rrjedhjen e jetës tonë. Shumë njerëz gjejnë bekimin dhe shumë të tjerë gjejnë vështirësi. Pse? Nga mënyra se si flasin për jetën e tyre. Fjala e Perëndisë na kujton se në një gjuhë e shëndosh është e mbushur me dashuri, është e mbushur me të vërtetën e Perëndisë dhe është një pemë jete, dhe pema e jetës jep frut. Dhe ne korrim dhe shijojmë frutet e pemës së jetës. Kjo pemë fuqizon dhe ndërton shpirtin tonë. Shpeshherë ne gjejmë njerëz që duken të dobët, duken të shqetësuar shpirtërisht, një nga arsyet është fruti. Nuk e han frutin e jetës. Që të hash frutin e jetës, ne duhet të flasim fjalën e Zotit. Eva dhe Adami këtë gabim bërën. Nuk ju bindën Zotit për të marrë nga pema e jetës, por bën si deshin qefi dhe morën nga pema e mëkatit. Për shkak se ata morën nga pema e mëkatit, ne tani flasim mëkat. Por Jezusi erdhi dhe na dha mundësinë që ne të marrim dhe të ham nga pema e jetës, edhe ne të shpallim me gojën tonë fjalën e Zotit. Fjala e Zotit thotë ky varg që ata që flasin një gjuhë të çoroditur, një gjuhë të mbushur plot me fjalë negative, plot me fjalë të pista, plot me fjalë abuzive, kanë vetë përçmim dhe kjo e rënon dhe shkatron shpirtin, e sfilit shpirtin. Prandaj ne kemi nevojë që të dëgjojmë fjalët e ëmbla si mjalti. Është shumë e rëndësishme sepse shumë njerëz sot janë të palumtur për shkak të mënyrës se si flasin për veten e tyre. Emri i Zotit, kur Mojsiu u përball me Zotin e pyeti: si e ke emrin? Zoti i tha: unë jam. Por në hebraisht nuk ka zanore, është J, H, V, H. Edhe mendohet që Zoti ka folur nga brendësia e tij, edhe ka folur nga brendësia e vet. Dhe kjo është unë jam. Tani kur na pyesin kush je, ne si përgjigjemi? Ne përgjigjemi unë jam. Ne jemi krijuar në shëndetyrën e Perëndisë. Dhe brenda nesh është identiteti ynë, është ai që ne jemi në të vërtetë. Dhe ne duhet të kuptojmë që tokë fjalëshi unë jam është shumë i rëndësishëm. Nuk është thjesht hyrje në fjaliqe, unë jam Sabri Kasemi, ose unë jam ky, unë jam ai. Nuk është thjesht emri ynë, po ka të bëjmë atë që ne jemi brenda nesh. Është një deklaratë shpirtërore. Ajo çfarë vjen mbas kësaj kur ne themi unë jam, ka fuqi të krijojë ose të shkatërrojë. Për shkak të mëkatit ne shkatrojmë. Zoti na ka krijuar që ne të flasim fjalën e Zotit
dhe në pushtetin e gjuhës qëndron jeta ose vdekja. Një nga të dyja. Prandaj duhet kemi kujdes kur mërzitemi me fëmijët, të mos i shajmë, të mos i ofendojmë dhe të mos përdorim fjalë abuzive. Ti mund të mërzitesh dhe mund të thuash të koftë Zoti. Jo të tjera nga pas, se mos duhet të them fjalën mallkuese se ju i dini çfarë janë. Kur ne flasim për veten tonë, shpesh ne i kushtojmë vëmendje ndikimit të fjalëve tona. Por e vërteta është se të folurit tonë ne mbjellim dhe korrim atë që mbjellim në anë të fjalëve tona. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të bëjmë një analizë. Çfarë lloj fjalësh ndjekin kur ti thua unë jam? Shumë njerëz i kam dëgjuar që të më thonë, pastor, unë jam i dobët. Shumë të tjerë thonë jam i paaft. Shumë të tjerë thonë jam i humbur. Nuk jam i mirë, jam i keq. Nuk kam vlerë. Unë nuk meritoj asgjë. Dhe duke folur një mënyrë të tillë, ti e trazon shpirtin tënd dhe shkatron unë jamin që Zoti ka vendosur në ty. Identitetin tonë e ka vendosur Zoti. Prandaj shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë këtë gjë. Këto fjalë nuk janë thjesht mendime. Ato janë fjalë që formojnë identitetin tonë brenda nesh. Dhe më rëndësishmja është që ato fjalë nuk janë në përputhje me atë që Perëndia thotë. Pse? Se fjala e Zotit thotë që unë jam i bekuar, ti thua unë nuk jam i bekuar. Ti po kundërshton fjalën e Zotit kur ti pranon fjalë negative në jetën tënde. Kjo mënyrë të folurit nuk është për ulësi. Të flasësh keq për veten nuk është për ulësi. Ti duhet të flasësh fjalën e Zotit për jetën tënde. Kur ne përdorim unë jamin për të përshkruar veten, sigurohu që ajo do të jetë në përputhje me fjalën e Perëndisë dhe me premtimet e Zotit. Ti nuk je ai ose ajo që të tjerët kanë thënë për ty se ti je. Ti nuk je rezultati të kaluarës tënde, ti nuk je rezultati i rrethanave të tanishme, por ti je ai ose ajo që Bibla thotë se je. Çfarë thot Bibla? Bibla thotë që unë jam i bekuar dhe ti duhet të shpallësh e të thuash unë jam i bekuar kur dal dhe unë jam i bekuar kur hyj. Kudo ku jam i bekuar, kudo ku unë vendos dorën, unë jam i bekuar. Shumë njerëz ndihen të padashur. Ti duhet të thuash unë jam i dashur. Pse? Sepse Zoti do. Fjala e Zotit thotë që dashuria e Perëndisë është derdhur mbi ne. Unë jam i fortë. Pse? Sepse Jezusi më forcon. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Unë jam fitimtar. Pse jam fitimtar? Sepse Jezusi fitoi. Jezusi e mori fitoren dhe unë tani eci në fitoren e Jezu Krishtit. Unë jam i shpenguar, unë nuk jam më peng i frikës, nuk jam më peng i depresionit, nuk jam më peng i sëmundjes, po unë jam shpenguar dhe Jezusi më ka shpenguar me gjakun e tij. Ai pagoi për të më shëruar dhe për të më çliruar mua. Unë jam i vajosur për të kryer punën e Zotit. Unë jam i pajisur me fuqinë e Perëndisë, unë jam i mbuluar me hirin e Perëndisë, unë jam i vlefshëm. Cila është vlera ime? Jezu Krishti i kryqëzuar është vlera ime. Pavarësisht çfarë mund të ketë njerëzit ty në rrugë, pavarësisht çfarë mund të ketë njerëzit në punë, mos e beson. Shpallë, unë jam i vlefshëm. Unë jam i dashur sepse Zoti më do mua. Fjala e Zotit thotë edhe sikur nëna dhe babai të kenë braktisur, mos e beson. Zoti nuk do të braktisë asnjë. Edhe sikur malet të lëvizin nga vendi, Zoti nuk do të lëri vetëm. Ti nuk je vetëm. Unë jam dritë në errësirë, sepse drita e Zotit banon brenda meje. Bibla thotë që ju jeni dritë e botës dhe kripa e tokës, dhe ti ke shije, kripa ka shije, ti ke shijen e jetës së Jezu Krishtit. Por ama mos lejo që gjua jote ta sfilit, ta lodhi shpirtin tënd.
Dil para pasqyrës dhe shpallë, unë jam I bekuar, unë jam I shëruar, unë jam I çliruar, unë jam një krijesë e re, unë jam krijuar në Krishtin për të bërë vepra të fuqishme. Unë do ta kaloj të vështirësi që më ka dalë përpara në emrin e Jezusit. Unë kam gëzim, gëzimi I Zotit është forca ime. Ne duhet mësojmë të flasim gjuhën e Zotit. Shpresa jonë është në qije I thotë apostulli Paul. Presim shpërtimtarin Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe I thotë qytetëria jonë. Ti jesh qytetari I qiellit, ti je qytetari I qiellit që sot. Por ti duhet jetosh si I tillë dhe duhet të shpallësh që ti je qytetar I qiellit. Mos thuaj, unë nuk jam I vlefshëm, unë nuk kam asnjë talent. Mos e thuaj, hiqe nga fjalori jonë. Janë disa fjalë që janë fjalë negative që ne duhet I heqim nga fjalori jonë. Nuk me ecën, hiqe. Mua me ecën në emër të Krishtit. Nuk kam sukses, hiqe. Unë kam sukses në emër të Jezusit. Nuk ka rëndësi që nuk e thënë shefi ke puna. Ka rëndësi çfarë thot Zoti. Zoti thot që unë kam veshur ty me fuqi. Sepse nëse ne pranojmë këto mendime negative, atëherë ne nuk e nderojmë Zotin. Prandaj nuk e shikojmë lavdinë e Zotit të manifestohet në jetën e njerëzve. Është mendja jonë që duhet të ndryshojë. Si ndryshojë? Nga fjala e perëndisë. Përdorini emrin unë jam për të kundërshtuar atë që thoni negativisht për veten tuaj. Ti mund të ndihesh kështu. Por përballë pasigurisë, përballë inferioritetit, duhet të thuash unë jam I denjë. Nëse ndihesh I pasigurt, nëse ndihesh inferior, ti thua unë jam I denjë në emër të Jezusit. Unë jam I vlefshëm në emër të Jezu Krishtit. Unë jam kryevepër, kështu thot Bibla. Unë jam I talentuar dhe unë jam I kurorzuar me favor. Favori I Zotit është ai që të ndihmon ty dhe mua kur ka gjëra që ne nuk ja dalim dot. Po është vërtet, nuk ja dalim dot gjitha gjërave. Por ama favori I Zotit mund të ngrejë ty lart që të ecësh përpara dhe të fitosh. Favori I Zotit të ndihmon ty që t'ja dalësh me sëmundjen tënde. Favori I Zotit të ndihmon ty që t'ja dalësh me anksin tënd, me frikrat e tua. Ti mundesh ato në emër të Jezusit dhe të thuash unë jam I lirë në emrin e Jezusit. Unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Ti nuk je produkt I mjedisit, por ti je produkt I gjakut të Krishtit. Edhe gjithë ferit të ngrihet nga teja. Fjala e Zotit thot, portat e ferit nuk do ta mundin kishën time. Kush është kisha e Zotit? Ti dhe unë. Ne jemi kisha e Zotit. Kisha e Zotit ka potencialin e fitimtarit brenda vetes. Prandaj sot do doja që të çohemi dhe të shpallim me adhurim, edhe të shpallim kush jam unë. Le të çohemi në këmbë të këndojmë, le të jemi aktiv. Haleluja.
Faleminderit o Atë që ti na mbulon me krahët e tu, Zot. Faleminderit Zot që ti na pranon, Zot, kështu siç jemi, Zot. Por Zot, faleminderit se ti nuk na lë siç jemi, Zot, ti na ndryshon, Zot, ti na pastron, Zot, ti na bekon, Zot, ti na shëron dhe ti na shliron, Zot. Frymë shenjtë vim para teje në shenjtë, Zot, dhe ne lutemi sot në emrin e Jezusit. Eja dhe na mbush plot, Zot. Eja dhe na shliro sot, Zot. Frymë shenjtë thyre çdo pranë në emrin e Jezusit. Ne thyejmë çdo sinqir, çdo fjalë negative që mund jetë hedhur mbi ty, çdo mallkim e thyejmë në emrin e Jezus, edhe të shpallim ty të lirë. Mere sot shpallë, unë jam e lirë, unë jam i lirë në emër të Jezusit. Halleluja, Zot, faleminderit, Zot. Faleminderit për lirinë që ti sjell. Në lutje këtu, halleluja, Yeah.
na vlerë, Zot. Faleminderit që pagove me gjakun tonë, Zot. Dhe ne jemi familje tu, Zot. Haleluja, Zot. Kjo është e vërteta e Zotit. Ti je fëmijë e Perëndis. Fjala e Zotit thotë, të gjithë atyre që besuan, ai dha pushtetin të quhen fëmijë të Perëndis. A ka fëmijë Perëndia? Ka, ti dhe unë jemi fëmijë e tij. Aleluja. Ai është ati ynë, ai është babai ynë. Ai nuk do të ishte vetëm atje lart në univers, por ai do të ishte me ty dhe me mua. Dhe ai të bekon ty sot. Shpallë, unë jam fëmijë Perëndis. Shpallë, trëzoje. Haleluja, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot, për dashurinë tënde, Zot. Faleminderit për prezencën tënde, Zot. Haleluja, Zot. Ai na vlerë me gjakun e tij. Sacrificia e tij na bëri që të jemi të pastër për të qenë në prezencën e Perëndis. Ne të kërkojmë sot prezencën e Perëndis. Ne nuk jemi më të huaj për Perëndin, por jemi fëmijë të tij. Ne kërkojmë ardhmën tonë, afrin tonë.
praktisë. Unë do të lutem tani për shenja dhe mrekulli. Nëse ti je duke i kërkuar Zotit një mrekulli, ky është momenti që ti mund ta marrësh. Sepse Zoti është i mirë dhe mirësia e Zotit vazhdon për jetë. Ai është i mirë me të gjithë, nuk është i mirë vetëm me një njeri. Haleluja. Nëse ti do mrekulli, kërkoja Zotit. Fjala e Zotit thotë: a vuan ndonjë nga ju, le të lutet, që do thotë le t'ia kërkojë Zotit. A është i gëzuar do kush, le të këndoj Zotit. A është i sëmur ndonjë nga ju, le të thras pleqt e kishës, dhe ata do të luten mbi të, dhe le ta lyejnë me vaj në emrin e Zotit Jezu Krisht. Dhe lutja e besimit do ta shërojë të sëmurin, dhe Zoti do ta mëkam. Kur ne lutemi me këtë lloj lutje, ne lyejmë me vaj të sëmurin. Nuk është pastori që shëron, nuk është vaji që shëron, është Zoti, thot Bibla. Vaj simbolizon prezencën e frymës shenjtë në jetën tonë. Edhe sot unë do lyej duart e mia me vaj dhe do vi të prek ty. Unë besoj që në momentin që të prek ty, Zoti do të derdhi vajosi mbi jetën tënde dhe do sjellë shërim, do sjellë çlirim, do sjellë bekim, do sjellë begati, do sjellë sukses, do largoj çdo frikë. Ti do ta marrësh me besim. Kemi nevojë për dy gjëra. Një, unë duhet i besoj Zotit, por dhe ti duhet bashkohesh me besimin tim. Dhe fjala e Zotit thotë që kur dy bien dakord dhe kërkojnë çfarë do lloj gjëje nga qielli, qielli e jep. Nëse sot do shërim të marrësh nga qielli, bjerë dakord, thuaj Zot, shpëtoi Zoti, do lutet mbi mua, do më vajosë, do unë do e dua shërimin tani në emër të Jezusit. Unë e dua bekimin, unë dua begatin në emër të Jezusit. Mos ki siklet, mos ki turp ta marrësh. Mere sepse është falas. Bibla thotë që është falas. Dhe është falas. Thjesht një lutje. Lav ti Zoti, Zoti është i mirë. Haleluja. Haleluja Zot. Haleluja Zot. Haleluja Zot. Zot ne vim para Tene, më të shenjtë ne bekojmë të vaj. Edhe në emrin e Jezusit Zot, unë besoj Zot, që kur unë të vendos duart dhe të lutem me vaj, qielli do jetë i hapur. Mrekullia, shenja do vi. Në emrin e Jezusit. Haleluja. Jesus.
I shame
thot që Jezus ishte qenjë i Perëndis. Tani do të dini një gjë. Dhe kjo është reale. Antidoti për helmin e gjarprit prodhohet nga gjaku i qenjit. Dhe kjo nuk është kotës, ndodh në anën biologjike. Gjarpri është djalli. Gjarpri i lashtë të Bibla. Ai ka sjellë sëmundjen, ka sjellë mëkatin, edhe ky është helmi shpirtëror që preku racën njerëzore. Por Perëndia siguroi Jezusin si qenjë i Perëndis që vdiq në kryq dhe na dha gjakun e tij, që në anë të gjakut të tij ne të shërohemi, ne të falemi, ne të bekohemi dhe ne të çlirohemi. Prandaj sot ti thuaj Zot, Zot më falenderoj për gjakun tënd. Faleminderit Jezus për gjakun tënd. Faleminderit që ne presim shenjën e mrekullisë. Emri Jezus është emri më i fuqishëm në botë. Ne do të lutemi për Azien, do të lutemi për Besimin, do të lutemi për Paulon, do të lutemi edhe për Sarën. Janë njerëz që kanë probleme dhe nuk ndodhen këtu, por ne do lutemi që dora e Zotit të zgjatet dhe t'i prekë. Zot, ne lutemi në emër të Krishtit shërim mbi Azien, shërim të plot mbi gëzimin, Zot, në emrin e Jezusit. E qortojmë tumorin të largohet nga Paulo, Zot, nga sytë e tij, Zot. I shpallim të shëruar dhe të pastër në emër të Jezusit. Ne lutemi për sytë e Sarës, Zot, në emër të Krishtit, Zot, rikuperim. Çdo qelit që është dëmtuar, le të rikuperohet tani në emër të Jezusit. Zot, je i plot fuqishëm, Zot. Ne besojmë në emrin e Jezusit. Ti ke thënë në fjalën tënde kërkoni dhe do të merrni, e Zot ne vim, trokasim, kërkojmë dhe ne marrim në emër të Jezusit, Zot. Ne zbresim planin e Atit nga qielli në tokë në emër të Jezusit. Zbrite planin e Atit nga qielli në tokë. Lutjen Ati ynë që në qiell u shikërofte emri të ardhë mbretëria jote. Jezusi nuk e dha që ne ta bëjmë ta mësojmë për mësh, edhe ta bëjmë si roboti 7 herë. Jo. Ta kuptojmë që do thotë që ti ke autoritet që në emër të Jezusit të zbresësh vullnetin e Atit. Në qiell nuk ka sëmundje. Nuk ka probleme. Merre në emër të Jezusit dhe zbrite vullnetin e Atit. Ngrije dorën lart dhe thuaj me mua, unë zbres vullnetin e Atit. Shërim në jetën time. Çlirim, begati, mrekulli,
Në emrin e Jezus, unë bie dakord me shërbëtorin e Zotit, me të vajosurin e Zotit. Fjala e Zotit thot që në qoftë se dy bien dakord të kërkojnë diçka, kjo do të jetë nga qielli. Në emrin e Jezusit, ne kërkojmë sot mrekulli. Dhe në qoftë se dy bien dakord dhe lidhin, çfarëdo që të lidhet në tokë do lidhet në qiell, dhe çfarëdo që të zgjidhet në qiell do zgjidhet edhe në tokë. Çfarë lidhin ne lidhim çdo gjë të keqe, çdo frym të lig. Thuaj bashkë me mua tani, çdo mallkim, çdo fjalë që është hedhur kundër meje, çdo armë e sajuar nga djalli kundër meje, çdo shigjet të zjarrt, unë e shuaj në emrin e Jezus tani. Djalli nuk ka autoritet të veprosh në jetën time. Unë të lidh në emrin e Jezus dhe unë hap portat e qiellit. Në emrin e Jezus, që shiu i Zotit, hiri i Perëndis, mëshira, bekimi, bollaku, bekatia të rjedhin në jetën time. Gëzimi i Zotit është forca ime. Halleluja. Le t'jam i dura për të Zotit. Në të alim të tonë. Halleluja. Le t'a këmëm dhe një pizë e fundë. Ti, Zot, ja ishi përgjigje
shëllimi, ti ai që na shorton dhe na dërton Zot, ti ai që vepron në ne Zot, dhe na bën të gjashëm sipas karakterit të birit të dashuruar. Edhe ne kërkojmë të që me gjithë zemër Zot, dhe faleminderit Zot që ti Zot, deri në kësinë tënde Zot me bujari Zot për të gjithë ata që kërkojnë Zot, pa qortuar dhe pa kursim Zot, dhe ne jemi të hapur Zot, për të marrë Zot 100% Zot atë çfarë ti ke Zot. Emrin e Zot e vepro Zot. Kemi nevojë për ty Zot në çdo ditë Zot. Të duam ty Zot. Dhe faleminderit Zot sepse është privilegj dhe nder Zot të shërbejmë ty Zot, por edhe të dëgjoj ty Zot. Na vajosi me vajosjen e dashurisë tënde Zot, e të dëmshurisë tënde Zot. Faleminderit Jesus. Ne me të Zot